Nëse shahadeti nuk e ki në rregull, tek Allah zeroje. Këtë bëni veprat e dunjos, kur gjo nuk të shpëton botën tjetër. E mirë, kemi pa këngëtar, ku e dione artista, qafira, jo musliman. A ka humanizëm të ta? A kanë bo humanizëm? Kanë bo shpia, kanë dihmu, futbolista, apo ato është tja jenë të rezi, bre. Qysh këmë s'me fitu gjennetin? Thëshim do pleq, thëshim ma herët. Kone komunizmit. A ti zoti gjennet ja boft. Aj e ka shpik penicillinën. Aj e ka shpik këta dhe këta. Aj e ka bo këta. Halal i koft. Halal i koft gjini nonës. Mashallah. Qfar punë të madhe ka bo. Ti sot po shpëtuosh për ilaqeve që aj i ka shpik. Ty po du në gjennem është aja? A jenë të rezite. Fa përgjigjen i thonë? Po e se ka besu zotin. Se ka besu Muhammedin a.s. Se ka besu botën tjetër. Po Allahu nuk është i pa mëshirshëm. Allahu zëgjel njerëzve t'ilë në këtë botë ja këta një jep. Nëse një qafir jep, ndihmon në këtë botë, i themi që Allahu ta shton pasonin në këtë botë. Allahu ta sjell një jetë mirë në këtë botë. Shkaku i veprave të mira, apo? Mirë, po në botën tjetër që po lipti? Ti s'po e beson botën tjetër? Apo e beson botën tjetër? Jo. E te muslimani, dy gjëra i ka të mira ai. Te muslimani, ky e bën për hir të Allahut azza wa xal. Në botën tjetër e gjan, dhe e dyta, shkaku që ti po i ndihmon njerëzve, ta bën jetën e mirë në këtë dynjë dhe ta shton pasurinë. Ti e bën për fi sebilillah, i ki të dyjat. E pse ti o qafir nuk e bën fi sebilillah me pranu islamin, veç ti është një jetin. Veç një jetin zemër, ki me thënë një arab që do, po du për ty. E fiton edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. A ka të keqe, thash, a ka të keqe, a ki naj dom, nëse sot ti e shprej shahadetin dhe i beson Allahut hak. Edhe ti vdes. Edhe po del ajo që ti ke thonë, po themi kushtimisht, apo s'del që ashtu se botën tjetër na kemi, botë tjetër ahiretin e kemi. Po themi kushtimisht, ti që po thu s'ka botë tjetër, ne shtaromi, ku e dione, krejt që katromi, bo me plunë e hi edhe mon nuk ka botë tjetër. A të bën diçka dom që kjo, që ke besu në këtë botë? Thjesht ke besu, Allah nuk ke bo disa veprat. Ke besu Allah, qka do që ke bo veprat mira, të kanë shku të shadit, i bon fi sebilillah. Apo të hinë gjep diçka, apo del prej gjepit diçka që ke besim që e ke bo? Apo shkatru është diçka? Jo. Mirë, veç paramenaje me dala jo e jemja unë ty që po të thamë, ka botë tjetër, veç paramenaje. Paramendoj ti që po e mohon Zotin, e kur dalish para Allahut azza wa xal, se çfarë të merr i me pa? Nëse nuk beson para vdekjes, nëse nuk i kthesh dinit Allahut, po janë dy sene. Veç thjesht ki me besu, edhe nuk po del çajo që po të tamune. Apo hub diçka? Kush s'po hub? Ama nëse dele jemja, vaj halli për ty. O Zot, kthem edhe një në dynjë, s'ka më kthem. Mo nuk ka kthem.